Më pëlqejnë ritmet shqiptare shumë, më pëlqejnë defat, më pëlqejnë që ka gjithmonë zhurmë edhe në qytet, kur del, dikush është i ra defit dikun, ose qosh herën në mëngjes edhe ka njerëz në rrugë ty lujt muzikë, në çfarëdo mënyre. Edhe qysh na vjen shumë natyrshëm se mi rrit në për dasma, në për ahengje familjare, gjithmonë ty pas muzikë. Ritmet që, për shembull, muzikantëve në Kanadë nuk i vike qash natyrshëm me i bo, për shembull, 7/8, 11/8, që na as nuk e menojmë, okej, që ky ritmi tallava, në fakt nuk është 4/4, kështu që unë shumë kom qejf me i riproduq këto ritme në mënyrë që mundet një audiencë pak ma e gjerë, me mujt me ngu edhe me i pëlqy edhe mos me ju dok si diçka e vështirë. Vërtet, prandaj edhe përpos kësaj, edhe plot arsye të tjera, sigurisht, po prandaj edhe mendoj janë pranu shumë mirë këto këngët e tua, këto krimet tua, ke ditë me godit aty se na e kemi këta, pak me një ritëm dikor me një herë jemi që e flikshtë si popull. Po nga traditat që s'të pëlqejnë, që mendon ka mbet nështë diku në zona të thella të Kosovës akoma edhe nuk ishe dasht me e pa. Nuk ishe dasht me vazhdu me u mbajt, me u përcjell si tradit. Po. Ndështa para gjykimi edhe mendje vogëlsia, ndështa frika për sene të reja, po mdo këtë që jemi shumë t'lidhur në tradit, në mënyra që është e mirë në një anë, po në anën tjetër kemi nevoj me një ndru do sene, me pru sene të reja dhe me evolvu kulturën tonë. Apo dhe në që shtut gjithmonë një shtet, një kulturë, duhet në vazhdimësi me pas sene të reja. E na po mdo këtë ende jemi në një pikë që kemi pak frikë se historikisht kam provu njerëz me na hek kulturën, po na vetë shqiptarë që jemi duhemi me thonë, hej, edhe që kjo mundet me qenë kulturë shqiptare, po pak në mënyrë pak ma ndryshe, po që ende i respekton këto vlerat originale shqiptare, kështu që unë e mirë pres këtë ndryshim edhe shpresoj që edhe pesha edhe me artista tjerë që jemi t'y prusa në të reja, jo veç unë, po është një farë frymeri. Veç ka nis me orë kjo frymeri. Na përmende Defin edhe Tallavan ma herët, Tallava si zhanër edhe ti e luan, edhe në fakt është një prej zhanreve që goditet shumë në publik, në komente, goditet si diçka që nuk bana se si me u dëgju, se nuk është vlerë. Qa mendon Lisa personalisht? Unë mendoj që nëse ka ndonjë një motiv pak ma thellë se sa veç me bo një Tallava për shkak që e din që njerëz kanë me lujt në për dasma, për radio, edhe thush, okej, që kjo sen ka me sjell numra edhe pare. Unë mendoj që qaj sen nuk ka vlerë edhe nëse është Tallava, edhe nëse është pop, ose qka do. Nëse bën diçka veç për mënyrë shumë të cekët, kulturore, atëherë nuk ka vlerë. Po për mu çfarë do zhanri, nëse bën pëse për një me të pëlqen, edhe knaqë është ty, po qatë sen, edhe mund është me nda qatë lumëturime njerëz të tjerë, atëherë mendoj që vlera është pak ma e thellë edhe ka me pas një jetë, një zgjatje tjetës pak ma shumë. Shumë përgjigje e